E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë ngjarjet më të fundit rreth Adionit edhe Olës. Adioni edhe Ola kanë ndarë momente shumë të bukura bashkë. Ola ka qenë prezente në familjen e Adionit në Gjakov, ku ka ndarë momente të bukura me vjerën, me vjerin e saj, me kunatin edhe me kunatën. Siç duket, familja e Adionit Olën e kanë pritur me shumë dashuri. Pa marrë parasysh paragjykimi që u krijua për të, pa marrë parasysh ngjarjes që ndodhi në ferma VIP ku Ola pati një goditje të jashtëzakonshme kundër Drejt Arbanës nga një situatë e krijuar, siç duket jashtë Ola ka gjetur shumë dashuri. Ajo ka marrë mbështetjen e familjes së Adionit dhe kjo gjëja ditë më parë ka përfunduar me një fejesë. Ka qenë Adioni, babai i Adionit, të cilët kanë udhëtuar drejt qytetit të Fabiolës dhe kanë zyrtarizuar marrëdhënien e tyre. Edhe pse në fakt u krijua një perceptim që vllau i Olës ka një urrejtje të madhe kundër Drejt Adionit, kjo gjë siç duket jashtë është normalizuar. Ajo urrejtje për mendimin tim u krijua në momentin kur u përfol që Adioni kishte një lidhje dashurie të hapur jashtë, një mendim që në fakt familjen e çoi që të jetë pak e ashpër dhe rigoroze kundër drejt atij vendimi. Por siç duket, menjëherë pas daljes së Olës nga ferma VIP, familja e Adionit kanë vendosur që ta zyrtarizojnë këtë gjë dhe të ndjekin traditën. Ka qenë Adioni dhe babai i tij, të cilët kanë udhëtuar drejt qytetit ku banon Ola për ta zyrtarizuar, për ta bërë një fejesë të vogël, ku më pas familjarët e kanë pranuar me shumë dashuri këtë gjë. Familja e Olës kanë qenë simpatizant kundër drejt Adionit, do me thënë e kanë preferuar, e kanë pëlqyer Adioni, nuk është se kanë patur ndonjë urrejtje personale, por do me thënë ka qenë një keq interpretim, një fjalë që Adioni e përdori në fermë që u keq interpretua jashtë, sikur Adioni dëshironte që ta përdorte Olën. Ola tashmë ka udhëtuar drejt Gjakovës, e kemi parë një moment fantastik ku familja e Adionit e kanë pritur me shumë dashuri. Vjera e Olës është në krah të saj, është shumë e lumtur dhe e buzëqeshur, njëkohësisht edhe babai i Adionit është shumë i lumtur. Më pas Adioni dhe Ola kanë preferuar që të dalin pak nëpër Gjakov dhe të kënaqen me njëri tjetrin, duke shëtitur edhe me kunatën dhe me kunatin. Domethënë siç duket, Ola po shijon momentet më të bukura. Gjatë intervistës së dhënë sot për Fan Club, Ola tha që nuk dua edhe një herë të jem pjesë e fermës dhe gabimin më të madh të jetës time e bëra që besova dhe hyra në ferma VIP.